Jemi sërish bashkë të dashur shikues dhe kjo është koha e rezervuar për bisedën e këtij ekspresi, kurse sot nga Gjermania drejt për drejt në një lidhje direkte na lajmërohet Elikona Hysaj Shala për të ndarë kështu bashkë me të gjithë juve disa detaje rreth dy koncerteve të veçanta që e kanë dërguar korin Ocarina pikërisht në Gjermani, më saktësisht ata do të performojnë edhe në një sallë prestigjioze në Berlin. Të gjitha këto do t'i shpalosim në këtë bisedë, por fillimisht po uroj mirëseardhje Elikonës. Elikona, kënaqësi që të kemi në Ekspres në këtë lidhje direkte. Kënaqësi e dona gjithashtu dhe ne të lajmërojmë nga Berlini për suksesin që sapo kemi sot veç e përjetuam, pjesën e koncertit të parë, por që nesër ngjarja finale po na mban me entuziazëm shumë qartë. E pikërisht këto doja të ndalesha, cilat janë emocionet që po ju përcjellin se jeni një goxha ekip i madh atje? Ekipi madh prej 43 fëmijëve që do të performojnë, që do interpretojnë. Kjo është një ngjarje e cila do të bëhet mend për secilin fëmijë, sepse përpos kësaj ne veç edhe kemi qenë edhe koncerte në Hamburg dhe gjithë kjo si vazhd e aktiviteteve si në kuadër të Shirimit Kosovës që ishim në Hamburg edhe që po vazhdojmë tani në Berlin, është shumë e bukur, shumë e veçantë, është pak e lodhshme, por që ky entuziazmi i madh që i ka kapur fëmijët edhe që po shohin një nga sallat më të bukura, më prestigjioze në botë dhe me vlerë të madhe, do të jetë me të vërtetë një eksperiencë e paharruar për fëmijët dhe do t'i motivoj, inkurajoj për gjithë jetën që të merren këta me art. Ashtu uroj unë si pedagoge që jam me gjitha fëmijë rrethuar, me fëmijë talentuar dhe me një veçantë, do të me një botë shumë të veçantë muzikore. Andaj kjo është ajo që kemi Në thonë që kemi kohë sukses, sepse publiku kanë qenë entuziazmum jashtëzakonisht për gjithë performancën sonë dhe pritja ka qenë, si që është e jashtëzakonshme dhe nesër do t'jetë krejtësisht të ndryshe, koncerti i madh për masave të mëdha. Po, Elikona, përpara se të pyes për koncertin si shkoi gjithçka sot, sepse ju keni vetëm pak orë që keni performuar, po du me undalë të kjo ngjarja kryesore, pra që po e quajmë ne, pra fal korit të Ocarina dhe juve, në këtë rast Baresha ikonike e Regjo Mulliqit ka me jehu në mes të Filharmonisë së Berlinit, e po ashtu, keni me shënu po ashtu edhe premierën botërore të veprës Vjosa, A Song of Wild Eternity, nga kompozitori Aulon Naqe. Na trego pak më shumë për këto vepra dhe këtë përzgjedhje. Pse kam zgjedhur Bareshan, sepse është vepra e cila na identifikon pasurinë tonë muzikore, kulturën tonë, dhe kemi kërku të aranjohet nga maestro Edon Ramadani në një formacion, kam kërku me çifteli edhe duke përmbledh piano dhe korin si një natyrë shumë e veçantë, kombinimi edhe dy instrumenteve shumë veçanta, por atë dinamikën, atë ekspresionin që ka vepra me e shënu pikërisht në këtë sallë, e cila me dëshirë më të madhe doja të fusja çiftelin në këtë sallë me idenë që të mbrohet edhe si instrument që ne e vlerësojmë edhe kemi tonë edhe duhet me i dhonë hapësirë jashtëzakonisht në veprat muzikore që të trajtohet në mënyrë artistike si instrument, edhe përzgjedhja ime ka qenë e tillë se sa është e bukur, sa prezanton muzikën tonë si të veçantë, Baresha, por edhe vepra Aulon Naqet që është komponu enkas për korin tonë që prezantohemi në Berlin, i dedikohet bukurisë së rrallë, së Vjosës, së lumit Vjosa, por kjo është nisë shumë herët si ide me Aulon Naqen që nga muaji i shkurt që të krijoja një vepër për Vjosën, duke pas parasysh ai vjen nga Vlora dhe ka një dashni të madhe për lumin Vjosa dhe muzika e tij është shumë e veçantë dhe ai ka dashur përmes zërave të korit Ocarina me e shfaq atë kritikarinë e tij një farë ndjesie tjetër që ka për lumin Vjosa. Desha me tekstu sepse kjo art tani si lumi Vjosa tani është bërë ndoshta temë shumë më e gjerë se sa që është menduar në muajin shkurt kur është nisë si iniciativë, por që ne duam të mbajmë atë peshën me pas shumë kujdes se si trajtohet vepra dhe se si prezantohet pa pas nevojë të shpërfaqem edhe idenë nga aspekti as politik as gjë tjetër, vetë se mbrojtjes që kur është filluar shumë herët mbrojtja e Vjosës. Kjo vepër e bukur e larmishme me tre zonsh edhe me piano dhe mbi gjitha ka një
detaj në fund të veprës, merren gurët dhe me gurë krijohet tingulli. Ajo është simbolika edhe e veprës që Aulon Naçi ka dashur me tregu për gurët e Vjosës sa në rëndësishëm, për jetën e Vjosës. Dhe kjo i ka menduar që më mirë është për me dy vepra shumë të dinjitetshme dhe të veçanta, se pastaj do të kemi prezantime shumë kore të tjera. Andaj në këtë festival, në Coral Space, do të më prezantohet një grup me performancën e tyre, me pak vepra dhe të tjera të gjitha këndojmë së bashku. Pastaj do të jetë në të vërtetë një moment shumë i bukur kur gjitha 10 kore do të këndojnë në një vi, në një linë, me një dorë të dirigentit do të udhëheqen të gjithë 10 kore. Në një sallë që ka një mrekulli, një akustik që cila me të vërtet jep një dimenzion tjetër muzikës kur e ndigjon në një atë sallë. Andaj krejt kjo është realizohet fal punës sonë, fal bashkëpunimit tonë me prind, fal bashkëpunimet edhe me ambasadën e Kosovës në Berlin, me Ministrinë e Punëve të Jashtme sigurisht si derivat, dhe gjitha këto çka ne duam të përfaqësojmë Kosovën në nivelin më të mirë, kur ne e dim shumë që Kosova gjithmonë ka pas nivel edhe ka nivel të lartë të muzikës korale. Patjetër, Elikona, me zipresim që këtë veprën premier ta shëroni edhe në Kosovë, edhe kështu ta shohim se si është realizuar dhe si do të realizohet në tarësi nga Kore Ocarina. Po tani dua të ndalim pak sepse koncerti për cilin folëm ne mbahet nesër në sallën e Filharmonisë së Berlinit, por se ju jeni të freskët edhe nga një tjetër performancë, pra patet edhe një koncert me një program goxha të pasur, apo jo? Po, kishim total 8 vepra që ne u prezantuam sot. Koncerti ditës shuhet sepse e marrin konsiderat që janë fëmijë dhe prezantohen në koncertin e ditës dhe kanë qenë në të vërtetë kanë sjellë një frymë shumë të veçantë në atë koncert Kore Fivo Ocarina dhe jam shumë e lumtur për këtë sukses për bashkët. Me të vërtetë një përgjegjësi shumë e madhe skenike jona, kur është gjithmonë hera parë do të me pas jashtëzakonisht kujdes se si paraqitemi, si prezantohemi para shteteve të tjera dhe kjo me të vërtetë kalon gjurmë dhe audienca ishte mrekulluar nga krejt kjo ngjarje, nga gjithë interpretimi i Korit Fivo Ocarina. Morëm shumë urime, morëm shumë takime të ndryshme që mbas koncertit dhe kjo tregon më së miri se sa kanë qenë ata të lumtur derisa na kanë dëgjuar, sa ata janë kënaqur me interpretimin tonë. Fatmirësisht ishte edhe ambasadori prezent, kur ai me të vërtetë edhe ndjeu krenari në një farë mënyre kur ishte prezent. Përpos ambasadorit kemi prindër të cilët nuk po na lojnë as pak me humb një farë mënyre menaxhimin, po shkon gjithçka në rregull dhe kjo është më e bukur se ata kemi përkrahas më të mëdhej, që kanë ardhur me forca të veta. Dhe kjo është desha me bën një farë mënyre edhe ndoshta edhe përmes televizionit këtë që pa marrë parasysh prindërit gjithmonë janë që stojnë me kursi vetën për me arrit për fëmijën, por me të vërtetë duhet mobilizojmë jashtëzakonshëm në edhe nga institucionet, edhe më tepër që të mos kemi këto të lashë, mos kemi këto ngarkesa të mëdha, sepse kjo ka qenë një barë e madhe me ardhur me gjithë këtë numër të foristëve. Unë jam një pedagoge të cila nuk më i ndof fëmijët, edhe ka marrë moshën 11 vjeç plus, të cilët do të prezantohen nesër edhe u prezantuan edhe në Hamburg edhe sot në Berlin. Unë ju përgëzoj të gjithëve, Elikona, të gjithëve si ekip, po edhe prindërit të cilët po ju dalin në ndihmë, sepse me të vërtet falë vullnetit tuaj, po arrim që të kemi dhe të shënojmë prezantimet të tilla si që kanë shumë rëndësi, jo vetëm për karrierën, ta themi kështu, të fëmijëve dhe dëshirën realizimin e ëndrave të tyre, por edhe për fatësimin e vendit në skenat të tilla prestigjioze. Unë mund do të patjetër edhe me theksu, sepse ndonjëherë për ngarkesë edhe mund të harrojmë. Për pos prindërve që bën të pamuzur, kemi marrë një donacion të lehtë për me mujt me e shtyt disa kështu ngarkesa në aspektin buxhetor që kishim nga te banka, e cila duke pas besimin te puna jon, ka ndonjë një donacion të cilën ne falenderojmë jashtëzakonisht sepse është përmes edhe mediave dhe kam dëshirë me potencu, sepse këto biznese, të gjitha këto që ndikojnë me zhvillu kultura, gjithmonë do të kenë një farë mënyre edhe përkrahjen tonë artistike që t'i falenderojmë në mënyra të ndryshme përmes mediave, përmes edhe rrjeteve sociale. Andaj edhe kompania Bora, BB, cilat të dyja kompania mundu me nda pak nga buxheti tyre dhe me mbështet që të këtu them. Që mundesh me patjetër me paraqitë dhe përmes këtë vës me theksu dhe mbështetjen e tyre, që falenderojmë shumë. Kështu që gjithë kjo ardhje nuk është e lehtë as pak. Edhe është
kosto shumë e lartë se ne jemi mësuar me tjetër jetë në Prishtinë, kurse këtu është jashtëzakonisht vështirë dhe duhet me pas parasysh që jemi ekip e madhe. E kuptueshme. Po Elikona, dua të pyes në këtë rast edhe si udhëhecëse e Korit Okarina, por edhe si dirigjente, por në këtë rast çka më intereson është se sa është e rëndësishme prezantimi me këto dy koncerte përpara publikut gjerman për Korin Okarina dhe për ecurinë e këtij institucioni. Është shumë e rëndësishme, sepse diplomacia kulturore zhvillohet në këtë mënyrë. Më së miri këto e bëjnë artistët, sportistët, nëse flasim diplomacinë kulturore, ne vetëm jemi shumë hapa përpara, jemi duke prezantuar gjithmonë mirë Kosovën me shumë ansamble të ndryshme jashtë Kosovës. Andaj mendoj që duhet kemi shumë parasysh, shumë kujdes, edhe një kujdes të shtuar ndaj ansambleve të cilat punojnë me shpirt dhe duan ta paraqesin Kosovën në mënyrë më të mirë. Nga ky festival zhvillon të tjera festivale, vinë ftesa të ndryshme dhe e mira është që prezantimi ynë të jetë sa më i mirë dhe të shifet, të flitet për Kosovën, të flitet në mënyrë se ndonjëherë ne e mbajmë suksesin brenda vendit, është mirë të dalim jashtë vendit, të prezantohet kultura jonë, siç për ato dhe komando dy kompozitorë shqiptarë të prezantohen në Berlin, jo muzikë e huaj. Promovimi i muzikës tonë është më se i nevojshëm, sepse kemi muzikë burimore shumë bukur, andaj do të me ditë me përdor edhe me ditë me përfaqësu vendin si duhet. Që gjithmonë kisha pas dëshirë në evente ngjarje të tilla me u prezantu dinjitetshëm muzika jonë, sepse ka vlerë, është tesor i pa fund. Andaj melosi jonë duhet më u trajtu bukur edhe më prezentu në këto festivale. Tani presim sepse mas Berlinit do të shkojmë në Greqi, jemi në Prevez, dhe aty është një festival me traditë shumë të gjatë, është 44 vjetore si vjetë, dhe kjo është e bukura që atje prezentohemi në Prevez, ku deri më tani nuk ka pas kur fëmijësh nga Kosova dhe kështu që është një rast shumë i mirë dhe atje mu prezentu në mënyrën më të mirë dhe kjo është çka jemi duke u përgatit në atë rrethem. Tjetër mënyrë, tjetër program, tjetër kështu që krejtësisht është përgatitje tjetër për Prevez. Po duket Elikona se ka qenë një gjysmë vit, ta themi kështu, goxha i mbushur me angazhim dhe i suksesshëm për Korin Okarina, apo jo? Shumë. Jemi mundu mos më shfaq shumë nga janari tutje, duke rrit energjin, edhe pse kemi pas ftesa të ndryshme dhe jemi mundu me i menaxhu ato ftesa, por fokusi ka qenë në Berlin dhe në Gjermani dhe në Greqi. Me të vërtet, pritja në Hamburg ishte jashtëzakonshme shumë mirë dhe kjo mandena dha dhe një lehtësim, një besim më të madh se të ecim tutje, sepse si më thonë takimi i parë ishte në Hamburg dhe dalja e parë e Korit fëmijëve s'do ta harrojnë asnjëherë Hamburgun, sepse dalja atyre e parë jashtë Kosovës, po mendoj jashtë trevave shqipfolse, jashtë Shqipërisë edhe që kemi qenë edhe në Maqedoni të Veriut, atëherë kjo i bie që është momenti i parë jashtë Kosovës ku prezantojmë para publikut të huaj, të gjerë dhe kjo do të thotë shumë që si do të mbahet mengjit kjo udhëtim. Kjo udhëtim mund me qenë shumë motivues për tutje mos me ndalë, por mund me qenë edhe i lotshëm për me mendu, me reflektu për gjatë se çfarë mund të ecim tutje në një moment të tjetër të vitit. Ky 6 muaj ka qenë shumë i ngarkuar, shumë i bukur, por sfidues në anën tjetër. Pa tjetër, atër Elikona nuk po në baj më gjatë në këtë lidhje, sepse e di që e keni agendën e ngjeshur, vetë se duat ju përgëzoj për të gjithë mundin që e keni bë për koncertin, dhe si që duket edhe lidhja na u shkëput tamam në kohën e duhën, kështu që po e falenderojmë shumë Okarinën dhe Elikonën fali dhe ju urojmë shumë suksese grupit Korit Okarina në prezantimin e nesërm, pra me 27 qershor pikrisht në sallën prestigjioze të Filharmonisë së Berlinit.